Kush është zyrtari milioner me kripto dhe shtëpi luksoze? Emanuel Bajra, kryesuesi i bordit të Trusit të Kosovës, ka deklaruar pasuri që kap miliona euro. Në deklarimin e pasurisë së tij, ai ka përfshirë 2 shtëpi dhe 2 banesa që kapin vlerë mbi 2 milion euro. 2 vetura luksoze BMW dhe Volvo që kapin vlerën 155.000 euro. Bajra gjithashtu ka edhe metale të çmuar me vlerë 145.000 euro dhe një bibliotekë me vlerë gati 600.000 euro. Ai gjithashtu ka paraqitur edhe kriptovaluta, Ethereum, Solana dhe Bitcoin me vlerë mbi 14 milion euro. Bajra gjithashtu në deklarimin e pasurisë së tij ka paraqitur 420.000 funta cash me vlerë si kursime dhe 158.000 euro cash si kursime dhe të ardhurat të përbashkëta.